Përshëndetje dhe mirësevini në bota e horoskopit. Le të vazhdojmë me leximin e letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e shtunë, 27 qershor 2026. Ju faleminderit. Dhe të fillojmë me shenjën e parë, dashin. Të shikojmë le çfarë fati na sjell letra juaj e tarotit, kulla dash. Kjo letër të sjell një energji të fortë dhe të papritur. Mund të ndjesh që një situatë rreth teje po ndryshon shpejt, pa paralajmërim, duke të nxjerrë jashtë zonës së realisë. Edhe pse këto ndryshime mund të duken tronditëse, në fillim ato zakonisht janë të përkohshme dhe sjellin një pastrim të nevojshëm në jetën tënde. Gjëja më e rëndësishme është të besosh instinktit tënd, sepse intuita jote po të paralajmëron para se gjërat të ndodhin. Mesazhi kryesor: mos i injoro shenjat, beso vetes dhe qëndro e fortë përballë ndryshimeve të papritura. Demi, letra juaj e tarotit Dem është djalli. Letra e djallit për Demi sjell një paralajmërim për tundime dhe situata që mund të tërhiqesh nga diçka që në fillim duket e padëmshme, por në fund mund të ketë pasoja. Kjo mund të lidhet me një gënjeshtër të vogël, një mendim të nxituar ose një flirt që mund të kalojë kufijtë e duhur. Energjia e kësaj letre të fton të jesh më e vetëdijshëm për të zgjidhjet që bën dhe për arsyet pse po i bën ato. Dhe mesazhi kryesor: mos u dorëzo para tundimeve momentale, ajo që duket e pafajshme deri tani mund të të çojë në një drejtim që nuk e dëshiron. Vazhdojmë me binjakët. Letra juaj binjak e tarotit për këtë 27 qershor është njeriu i varur. Për binjakët tregon një periudhë ku gjërat mund të ndihen sikur janë dalur ose ecin shumë ngadalë. Mund të kesh ndjesinë se po pret shumë gjatë për ndryshimet që nuk po vijnë ende. Kjo energji sjell pak flustrim dhe padurim, sidomos tani që ndjen se je gati për një hap të ri. Megjithatë, kjo është një periudhë reflektimi, ku kupton çfarë ja vlen dhe çfarë jo. Dhe mesazhi kryesor: mos qëndro gjatë në pritje pasive. Edhe një hap i vogël sot mund të ndryshojë drejtimin e gjërave në favorin tënd. Gaforia, letra juaj gafore për këtë 27 qershor ditë e shtunë. Letra juaj është hëna. Hëna për gaforen tregon një ditë ku intuita jote është më e fortë se zakonisht. Mund të vëresh ndryshime të vogla në sjelljen ose emocionet e njerëzve rreth teje, edhe nëse nuk thuhen hapur. Kjo energji mund të sjellë pak paqartësi ose dyshime, por jo domosdoshmërisht diçka negative. Më shumë si një thirrje për të parë thellë dhe për të mos u besuar vetëm pamjeve të para. Dhe mesazhi për ju: dëgjoj instinktin tënd dhe mos i injoro ndjenjat që të thonë diçka nuk po përputhet. Intuita jote tani është udhërrëfyesi yt më i mirë. Luani, letra juaj e tarotit Luan për këtë fundjavë, për këtë shtunë është rrota e fatit. Rrota e fatit për Luanin sjell energjinë e fatit, kthesave të papritura dhe mundësive që vijnë në momentin e duhur. Sot mund të ndodhë diçka që duket e parashikuar ose e lidhur me një cikël që po mbyllet dhe një tjetër po fillon. Kjo mund të jetë një mundësi, një takim i rëndësishëm ose një situatë që të shtyn në drejtim të ri. Gjëja kryesore është të jesh gati të vepro shpejt, sepse këto momente nuk qëndrojnë gjatë. Mesazhi kryesor për ju: fati po lëviz, mos e humb mundësinë kur ajo shfaqet. Dhe Virgjëresha, letra juaj Virgjëresh për këtë të shtunë 27 qershor është magjistari. Letra e magjistarit për Virgjëreshën sjell një fuqi emocionale, aftësish dhe mundësi për të treguar çfarë di të bësh vërtet. Sot mund të dalin në pa talente që zakonisht i mban për vete, dhe të tjerët mund të varre se sa i aftë je. Edhe pse zakonisht preferon të punosh në heshtje dhe pa shumë vëmendje, sot energjia të shtyn të jesh më e dukshme dhe më e vlerësuar për punën tënde. Është një ditë ku veprimet flasin më fort se fjalët. Dhe mesazhi kryesor për ju: përdor aftësitë tua me besim. Sot je në gjendje të ndikosh dhe të impresionosh më shumë se zakonisht. Peshoria, letra juaj peshore për këtë të shtunë 27 qershor është rrota e fatit. Letra rrota e fatit për peshoren tregon një pikë kthese të rëndësishme për jetën tuaj. Diçka që të ka shqetësuar ose të ka mbajtur në pasiguri mund të fillojë të ndryshojë drejt një drejtimi më të lehtë dhe më pozitiv. Edhe pse tranzicionet nuk janë gjithmonë të qarta në fillim, kjo energji tregon se po hyn në një fazë të re
ku gjërat fillojnë të vendosen më mirë se sa i ke imagjinuar. Mesazhi për ju: ndryshimi është në favorin tënd, peshore, edhe nëse në fillim duket i paqartë, përfundimi të çon në një vend më të mirë. Dhe të vazhdojmë me akrepët. Letra juaj e tarotit akrep për këtë të shtunë 27 qershor është përmbajtja. Kjo letër përmbajtje për akrepin sjell një mesazh të qartë për ekuilibër, durim dhe moderim. Sot mund të ndjesh prirjen për të shkuar, ose gjithçka ose asgjë, por kjo energji tëfton të gjesh një rrugë të mesme. Edhe nëse duket me lehtë të veprosh me intensitet ose të marrësh vendime të menjëhershme, dita të kërkon më shumë qetësi dhe mendim të matur. Balanca sot është qetë që të ndihmon të shmangesh tensionet dhe vendimet e nxituara. Dhe mesazhi kryesor: moderimi dhe durimi mund të çojnë më larg se ekstremet. Provoje sot dhe shiko rezultatin. Shigjetari, letra juaj shigjetar, letra juaj e tarotit për këtë të shtunë është perandoresha. Dhe letra perandoresha për shigjetarin sjell energji dashurie, ngrohtësie dhe hapje emocionale. Sot mund të ndjesh një nevojë më të madhe për lidhje të sinqerta dhe për t'u afruar më shumë me dikë që ka rëndësi në jetën tënde. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me romancën, mund të jetë edhe një marrëdhënie e vjetër që thellohet ose një ndjenjë më fort mirëkuptimi me dikë që e njeh prej kohës. Energjia e ditës të fton të mos mbyllesh, por të lejosh gjërat të zhvillohen natyrshëm. Dhe mesazhi për ty: hap zemrën pak më shumë, lidhjet e vjetra rriten kur u jep hapësirën që lulëzojnë. Bricjapi, letra juaj e tarotit bricjap për këtë të shtunë është letra budallaj. Kjo letër për bricjapin sjell një fillim të ri, spontanitet dhe hapje ndaj një rruge të panjohur. Sot mund të ndjesh një shtytje të fortë për të nisur diçka pa e menduar shumë gjatë, thjesht duke ndjekur instiktin. Edhe pse zakonisht je i kujdesshëm dhe i strukturuar, kjo energji të fton të lësh pak kontrollin dhe të besosh procesin. Mund të jetë një ide e re, një vendim i shpejt ose një mundësi që kërkon guxim. Mesazhi për ty është: një fillim i ri po shfaqet, ndonjëherë hapi i parë pa shumë plan është ai që të çon më lart. Ujori, letra juaj e tarotit ujor për këtë të shtunë, letra juaj është dekja, por kjo letër nuk flet për funde të frikshme, por për mbyllje ciklesh dhe transformim të thellë. Sot mund të ndjesh se një situatë, marrëdhënie apo mënyrë e vjetër të menduarit po arrin natyrshëm më në fund. Kjo energji të ndihmon të lirosh atë që nuk të shërben më dhe të kthesh vëmendjen te drejtimet e reja që të presin. Është një ditë ku çlirimi sjell lehtësi dhe jo humbje. Mesazhi për ju: mbylljet sot janë hapje për diçka më të mirë. Lësho me vetdije dhe ec përpara pa barë dhe pa siklet. Dhe shenja e fundit për sot, peshqit. Letra juaj e tarotit peshq për 27 qershorin është bota. Kjo letër për peshqit sjell përmbushje, përmbarim dhe ndjesinë se një cikël po afrohet drejt realizimit të tij. Sot mund të ndjesh më shumë qartësi për drejtimin ku po shkon jeta jote dhe një optimizëm të ri për të ardhmen. Edhe pse disa gjëra mund të kërkojnë ende pak punë, energjia e ditës tregon se je shumë afër arritjes së një qëllimi të rëndësishëm. Ëndrat e Wasafit që ke menduar prej kohës fillojnë të duken më reale dhe më të arritshme. Dhe mesazhi për ju: je në prag një faze të plotësuar, vazhdo sepse po i afrohesh mbylljes së një cikli të rëndësishëm dhe fillimit të një tjetri më të madh. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e shtunë 27 qershor 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.